Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndihni të nderuar shikues, përfundimisht nesër do të jetë një ditë e rëndësishme, ku do të kumtohet lajmi nëse kuvendi do të konstituohet me trupat e tij, sipas frymës dhe aktgjykimit të shënxjerrë tashmë nga gjykata kushtetuese në rastin e interpretimit të plot se si duhet votojnë deputetët në rastin e zgjedhjes së nënkryetarëve, përkatësisht të nënkryetarit të partisë që vjen nga komuniteti shumicë serb në Kuvendin e Kosovës. Në rastin konkret, në rastin për votat në disa është lista serbe. Presidentja është e kaftuar tash në këtë seancë është ftuar për në ora 12. Analizojmë situatën me mikun, kolegun Afrim Kasolli. Kasolli, nesër, faleminderit, nesër një ditë e rëndësishme. Padyshim. Krijohet përshtypja e një çfarë ta them, një entuziazmi që panevojshëm. Ta kryjnë detyrën e tyre. Ta kryjnë detyrën e tyre. Kemi marrë këtë situatë për të gëzuar, nëse mund ta them ashtu, që deputetët ta kryjnë detyrën e tyre. Nesër është situata e qartë për ju se do ndodhë? Po shpresoj të jetë e qartë, vetë sepse jemi mësuar me befasitë e skenës politike dhe shumë prej zvarritjeve që kanë ndodhur edhe në po e quajmë mandatin e kaluar, megjithëse nuk u konstitua fare, s'kishte mandat as është tentimi krijimit të institucioneve, por në fund vendi shkoi në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Logjikisht në aspektin teknike, në aspektin juridik nuk ka pengesa, do thotë çdo gjë është e qartë si kristali, se si duhet shkoj procedura e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Urojmë që të mos ketë pengesa politike, ashtu siç ishin edhe arsye politike ato që e prodhuan blokadën mbas 10 mujore, saqë lanë vend, do thotë pa institucione, me vakum të pushtetit e pa kuvende. Jo vetëm këto, mirë po tash mos i numërojmë të gjitha sa trupa administrative, qeverisje të cilat mbaren drejt për drejt prej kuvendit që duhet të emërohen, vazhdojnë të jenë me ushtrues detyre, do që mos e kryjnë funksionin e plotë ligjore kushtetues të cilët duhet ta kryjnë, dhe uroj që do të thotë tash ajo që po thuhet edhe ti, jemi në situatë paradoksale, të urojmë që të konstituohen organet e dalura nga vullneti i popullit. Mirë po, megjithatë një lloj pasoje ka mbetur. Unë insistoj në këtë që nuk është se s'është prodhuar një lloj pasoje, një lloj normalizimi që nuk është dashur të normalizohet. Ne sot kemi ende një kryeministër në detyrë deri sot, i cili ka marrë mandatin me 14 shkort të vitit 2021 dhe jemi në vitin qëllim vit kemi harruar në vitin 2026. Kemi pra thot një kryeminist që po i bën 6 vite të qeverisjes me një mandat nominalisht 4 vjeçar. Kështu që në këtë kuptim nuk është që s'kan mbetur disa pasoja juridike, por urojmë që të sanohen në të ardhmen që vendi ynë, të shoqëria, institucionet, partitë politike të mos lejojnë më që të normalizohet një vakum i tillë i pushtetit, ku të kemi një qeverisje të pakontrolluar praktikisht nga organi kryesor siç është Republika jonë, sepse ne jemi ky lloj modeli kushtetues republikan, jemi republikë parlamentare dhe fjala përfundimtare në ushtrimin e kontrollit mbi qeverisje i takon kuvendit, do të që në të ardhmen të mos kemi më situatat e këtilla që realisht prodhojnë asnjë lloj kulture dhe asnjë lloj klime politike ku pushteti normalizohet të qeverisë jashtë çdo kontrolli nga ata mekanizmat të cilat duhet ta ushtrojnë mbi qeverisje, sepse nuk është fjala vetëm për seancat konstitutive, këtu krijohet vetëm për seancat plenare, nuk është fjala vetëm për seancat plenare, është puna e komisioneve parlamentare, trupave parlamentare, komisioneve parlamentare, të cilat mbi baza ditore po tash sa janë efektive në ushtrimin e kontrollit, kjo është temë tjetër, mirë po paktën nominalisht dhe formalisht duhet ta kryjnë këtë detyrë. Komisionet gjithse. Nëse nuk ka ndonjë skenim politik, dhe nëse ne nuk e dim deri në momentet e fundit, nëse nuk ka ndonjë skenim politik, ndonjë kalkulim për të shfrytzuar bllokada për përfitime të ardhshme, unë jam i bindur që në rrethana normale nesër mund të kryen shumë punë pas konstituimit të kuvendit, mund të kalohet menjëherë në mandatarin e qeverisë dhe projekt buxhetin, sepse jemi në prag, jemi në zgrep të humnerës në një farë mënyrë, nëse deri me 28 dhjetor deri me 28 shkurt nuk kryen këto detyra, vendi rrezikon të shkojnë në një kolaps financiar me pasojat paparashikueshme që do të ishte
një lloj 97 e Shqipërisë nëse nuk kryhen këto obligime. Bazuar në gjendën e tashme, duke u referu edhe atyre polemika, qëndrimeve që pat lëvizja vetëvendosje duke kundërshtu vendimin e gjykatës kushtetuese në rastin se kujt duhet të takoj pozita në kryetarit. E tha në mënyrë të qartë gjykata kushtetuese që ne e kemi thonë që në studio televizive e kemi thonë po jemi rezervuar për shkak se nuk jemi instancë finale në këtë drejtim. Mirë po mbostë unë kam thonë në kryetari takon partisë fituse përfaqëson ose që përfaqëson shumicën politike të komunitetit serb në mënyrë taksative të qartë. Çka flet për ju votimi i 2 anëtarëve të vetëvendosjes në KQZ që quan dorën gjithë për certifikimin e rezultatit bashkë me listën? Unë besoj që unë besoj, jam i bindur që e njëjta praktikë do të ndiqet edhe nesër në Kuvend të Kosovës. Që lëvizja vetëvendosje do të tentojë, do të angazhohet që me gjumë politike ta kritikoj e ta sulmoj edhe vendimin e gjykatës kushtetuese, por në fund të tentoj të arsyetohet që këtë votim e bëri për shkak sepse nuk ishte opsion tjetër, megjithse nuk pajtohet me interpretimin juridik të gjykatës kushtetuese, por duke lënë të hapur derën që në të ardhmen të korrigjohen si pasojë anomali të tilla, për shkak se kjo është viktimë e një trashëgimie që e ka gjetur politike dhe se nuk mund të bëj diçka më shumë në këto rrethana. Është e njëjta logjikë politike siç është përdorur në gjitha temat e mëdha që praktikisht që vetëvendosja ushtron kryesisht supremacinë e saj në raport edhe me subjekte tjera politike sa i përket narracionit politik. Kështu ne e pranuam Bashkinë e Komunave sepse kjo na u la trashëgim, por kjo nuk duhet të na penalizojë që ta ruajmë të drejtën për ta kritikuar këtë trashëgimi politike. Ne do ta respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese, megjithëse nuk pajtohemi politikisht me të, pra edhe që ta bëj opozitën e vetvetes në një farë mënyrë. Kjo është intenca kryesore dhe kjo është mendoj strategjia kryesore që do të ndiqet edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese sa i përket pronave për manastirin e Deçanit. Në një anë është kritike ndaj atij vendimi, por në fund momentet e fundit do thotë është vetë lëvizja vetëvendosje që kthehet dhe i zbaton këto. Historikun e saj nuk ka vendim vetëvendosja që nuk e ka zbatuar. Ka kritikuar, gjithë tërsinë e vendimeve të gjykatës kushtetuese, ka bërë polemika me to, është kritikuar për ato polemika vetëvendosje, por në fund që ta ruaj mbi kapacitetet e pushtetit, duke qenë në pushtet vetëvendosje ka zbatuar ato gjykimet e gjykatës kushtetuese. Që ta ruaj pra njëri më kritik është ky i manastirit të Deçanit. Është vetëvendosja që e ka zbatuar dhe ajo e cila ka zhvilluar dhe ka orkestruar një fushatë të jashtëzakonshme kundër atij aktgjykimi. Dhe unë besoj që mbase e njëjta skeme, njëjta mendësi, njëjta çështje do të përsëritet edhe nesër, duke u bazuar në mënyrën se si votuan dje në Komisionin Qendror Zgjedhor vetë anëtarët e këtij subjekti politik. Pra bile me arsyetimi ishte kështu, me gjithë mospajtimet që kemi, në fund nuk patëm opsion dhe alternativë tjetër. Nuk do ta përsërit taktikën e vitit kaluar. Nuk besoj, do thotë, gjithçka është e mundur, prapë sepse unë thash në fillim të misionit jemi mësuar të kemi befasi. Paqartësia në paraqet lajm, pa paraqikueshmëria, po. Paqartësia paraqet lajm jemi mësuar që të kemi befasi politike që t'inskenohen kriza institucionale kushtetuese që të mbahet vendi në blokadë, mirë po, siç duket dita e djeshme tregoi që kanë dhënë një sinjal që do ta vazhdojnë tashmë këtë praktikë të njohur, që ne jemi në një farë mënyrë viktima, por duke ta angazhuar maksimalisht, jemi viktima të një trashëgimie të keqe, por ta angazhuar maksimalisht me të gjitha potencialet e resurset tona për t'i korrigjuar këto anomali juridike dhe politike që na janë lënë në trashëgim. Vetëvendosja zakonisht kritikën e ka të fokusuar te sistemi i drejtësisë ka solli më shumë. Veçanërisht duke vënë në thumb edhe gjykatën kushtetuese. Ishte edhe presidenti ja filloi ndaj gjyqtarit të komunitetit serb Laban e kështu me radhë. Ishte skandaloze. Ishin 4 vite, 5 të saja, 4 vite të rregullta në pushtet me mandat kushtetues dhe ç'bën për ta plotësuar gjykatën kushtetuese. Lan vakant atë, lan vendin pa kryeprokuror. Djalim Isufaj nuk u aprovua
si kandidatur nga zonja presidente Osmani kështu me radhë. A kishin mundësi nga solli si pasur, si do të qoftë, krynin punë të tyre, mos bënin polemika dhe që ndryshimin që e ideonin dhe e ideojnë ta shndrojnë në vendimare në institucione gjetse, siç është kuvendi. Tash gjykata kushtetuese do të ndodhet përballë një rreziku tjetër, sepse ka edhe pak kohë edhe 2 gjyqtarëve ju s'ka dhënë mandati, dhe nëse nuk kompensohet apo nuk plotësohen ato 2 vende, kjo do të ishte fatale për Kosovën, nga se organi më i rëndësishëm i interpretimit, organi domethënë që e ka tagrin vendimtar, që e ka tagrin final, se fjala e cilit është përfundimtare në interpretimin e kushtetutës, e ne jemi mësuar që të kemi krizat e vazhdueshme kushtetuese, do thotë, mund të mbetet pa vendimarrje kolegiale, që siç funksionon ai trup. Dhe këtu unë besoj që është sfida kryesore, se me kënd do të plotësohet, me çfarë kuadri do të plotësohet kur shfaqet ky vakum, në mënyrë që të shmanget ky rrezik, që të shmanget paraliza, sepse ekziston mundësia, ekziston rreziku që gjykata kushtetuese të futet në paralizë. Kjo mund të jetë në interes të pushtetit, mos ta përjashtojmë këtë skenar, nga se atëherë nuk ka asnjë instancë. Në publik, nuk ka asnjë instancë. Në publik, vetëvendosje shfaqet shumë kritike ndaj sistemit drejtësisë, sidomos ndaj gjykatës kushtetuese. Teksa po mban pushtetin. Nga pozicioni që është në pushtet, do të mund ta ndryshonte. A e ka të një mend këtë kritikë vetëvendosja, apo e çon mesazhin e viktimizimit politik si rezultati asaj trashëgimie. Kjo është thelbi kryesor. Për sa kohë mund të qëndrojmë? Po tash për sa kohë i krijohet luksi, për sa i krijohet luksi dhe për sa ka komoditet. Po derisa ta ndryshojë ka mundësi nda. E ka, pajtona që e ka mirë, por për aq kohë sa i krijohet luksi dhe i krijohet komoditeti që ta ketë një arbik të brendshëm në mënyrë që të mund të justifikohet për dështimet e këtilla të reformave edhe në sistemin juridike e tjera. Kjo është në farë mënyrë ja plotëson narracionin e lëvizjes vetëvendosje. Kjo situatë ka qenë profitabile për lëvizjen vetëvendosje në kuptimin politik të fjalës. Për njohësit, megjithatë situata është e qartë. Ke pushtetin, ke mundësinë të marrësh vendime, urdhëro, ndryshoje gjendjen mbi bazën e frymës dhe kushtetutës. Ju vetëm ta kujtoj një rast, ju e keni pas hallakamën që u shkaktua për projekt ligjin i cili u kontestuar në gjykatën kushtetuese sa i përket çmimeve tavan. Do të keni pa pastaj interpretimin zyrtar të gjykatës. Nuk është që gjykata ja ka mohuar drejtën këtij pushteti që të vendosë çmimet e tilla, por vetëm ka kërkuar krijimin e një trupi nga kuvendi i Kosovës, jo që qeveria ta ketë këtë prerogativë. Jo që do të nuk është që mirë, po përkundrazi ekzekutivi e ka shfryzuar këtë shans, e ka shfryzuar këtë mohim për ta plotësuar narracionin e tij se ja si po pengohet që të jetë në shërbim të shtresave të goditura nga inflacioni, nga shtresave të rënduara ekonomike. Absolutisht, nuk kemi drejt, gjykata ka tregu duke respektuar ligjet që ka miratuar kuvendi i Kosovës, janë ligje të tjera që ishte një vendimarrje në kolizion, në shpërputhje me Unë besoj që domthon ky është interpretimi kjo është rasti më simptomatik që tregon këtë nevojë politike për gjenerimin e përplasjeve të këtilla, sepse nuk ka qeveria tash ishte as në atë kohë qeveria fuqiplote, ka qenë fuqiplote, nuk ka ndërmarrë mundin që ta plotësoj këtë intencë të tij politike, vetëm duke u përshtatur kërkesës së gjykatës kushtetuese që kjo të mos jetë prerogativë e ekzekutivit për të jetë kuvendit. Dhe kjo ka pas shumicën parlamentare. Debati mungoi. Shkoi deri në fund rrëfimi i vetëvendosjes së gjykata kushtetuese, po godet zotin Kurti. Nuk po e le të ndërmerrë vendime. Edhe sot kam qenë kritik ndaj heshtjes së lidhjes demokratike të Kosovës lidhur me aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Pse kam qenë? Unë nuk bëj thirrje që të mos respektohen vendimet e gjykatës kushtetuese. Absolutisht ato duhet të respektohen. Mirë po, të gjithëve na kujtohet, do thotë, arsyetimi zyrtar i LDK-s kur kishte votuar pronën e Adrashiqit, ishte jo për t'ju shmangur etiketimeve dhe shantazhit patriotik të lëvizjes vetëvendosje, por sepse ekspertët juridik të këtij subjekti politik i kishin rekomanduar vendimarrësit politik që ky vendim dhe kjo mënyrë e votimit nuk është antikushtetuese. Dhe unë çka pres sot nga Lidhja Demokratike e Kosovës, larg asaj për zhvillu fushatat të djallëzimit nga
ndaj gjykatës kushtetuese. Jo për ta imitu sjelljen e pushtetit, por ata ekspert juridik që kanë qenë bindur që janë duke vepruar konforme normave kushtetuese, kanë obligim publik, të sqarojnë para opinionit me argumente profesionale pse ata kanë besuar në bazë të këtij neni, në bazë të kësaj norme, në bazë të këtij parimi, në bazë të këtyre. Ishte taktizim politik për të shpëtuar. Eta çka krijon kjo? Siç ke thënë Gasolli. Eta çka krijon kjo? Fushatës animimit të LDK si parti. Si shërtore e listës serbe. Çka krijon tash kjo? Tash kjo krijon terren që vetëm lëvizjave të vendosje praktikisht po I prin vallës edhe të betejave politike në raport me vetë pushtet vetë opozit. Unë prap këtu e përsëris nga të varbria që LDK-ja ka obligim profesional. Ta sqaroj para politik. Edhe politik, ta sqaroj para opinionit, do thotë se pse ka besuar. Pse dhan votën për Rashiqin, po. Votën, jo vetëm thuhet na thanë ekspertët kështu, po bën edhe të sajuan edhe argumente profesionale, sepse kështu zhvillohet debati në kulturën. Ju nuk jeni konstitucionalist Gasolli, por unë dëshiroj unë dëshiroj ta mësoj. Kushdo në LDK, me qenë se po I referosh LDK-s, unë dëshiroj të mësoj nga LDK-ja. Apo të tjerë, Gasolli, kushdo që ka vullnet minimal, mund të hulumtoj, mund të shikoj emisionet në të varbria. Ajo që ju keni thënë, e bardha në zezë është Gasolli. Unë dëshiroj të mësoj. Takon në ai pozicion. Mirë, po tash ata kanë qenë të bindur që ekspertët juridik, hajde po ja vlojmë fjalën se janë më afër fushës, kanë qenë të bindur që janë duke vepruar konform normave kushtetuese. Dhe unë dëshiroj të mësoj në aspektin profesional, me që nuk jam jurist, në aspektin profesional, edhe nga argumentet e lidhjes demokratike të Kosovës, se ku ka pasur shkarje gjykata kushtetuese në interpretimin e fundit. Dhe në këtë mënyrë të krijohet një kulturë debatit racional politik edhe për çështje. Është një debat I përgjithshëm Gasolli. Është I nevojshëm. Mbi nevojën e respektimit të kuadrit kushtetues që ka Republika e Kosovës. A është I nevojshëm një lloj kompromisi I madh politik që të heqet përgjithmonë nga tavolina çdo lloj diskutimi, çdo lloj polemike mbi idenë e përgjithshme a duhet të respektohet kushtetuta ajo. Kjo në bazë të parametrave ne që është nevojshëm ky debat. Në kuvend Kosovës, nesër. Unë pajtohem që sa I përket detyrimeve që dalin nga gjykimet e gjykatës kushtetuese, në konsiderat mbyllur këtë punë, ato duhet të zbatohen. Nëse dëshirojmë të jemi që instancë finale ta kemi këtë kuadër normativ të sjelljes politike. Por kjo nuk e përjashton edhe debatin racional politik, domethënë debatin racional mbi atë se edhe gjykata kushtetuese nuk është Koran, nuk është Bibël, nuk është asgjë që me argumente racionale që mbase edhe anëtarët e gjykatës kushtetuese mund të mësojnë nga ajo që nuk kanë qenë gjendje ta hetojnë fillim nga një argument I qëndrueshëm juridik. Kuvendi mund të plotësoj kuadrin kushtetues. Është procedura që duhet ta ndjekin. Nuk I ndal askush që ta ndryshojnë Këtë drejtim, por që të ndryshohet, do të një kompromis. Në mënyrë procedurale. Këtë drejtim unë do thotë nuk jam që kjo të konsiderohet temë tabu. Absolutisht. Që vendim që atë gjykimet, qoftë gjykatës kushtetuese apo tjera të edhe segmenteve tjera të konsiderohen temë tabu që duhet të mos diskutohen, të mos analizohen, të zbatohen kështu në mënyrë strikte. Jam që të hapet debate për këtë punë që edhe ne që jemi të interesuar më shumë për tema tilla, të kemi mundësi të mësojmë edhe argumente që mbase mungojnë në gjykimin e fundit të gjykatës konstitucionalistësh, që edhe në tarmen kur paraqiten situata të këtilla, të jenë tavolinë edhe këndvështrime më plurale që të mirën në konsiderat në formulimin e gjykimit të ardhshëm. Këtë drejtim unë e konsideroj dështim, do thotë, prapë ta më konsideroj dështim nga ana e lidhjes demokratike të Kosovës, sepse nuk ishte në gjendje ta mbronte deri në fund pretendimet e saj profesionale se ku gaboi gjykata kushtetuese. Ku gaboi, sepse ai ka dhënë argumente sepse pretendimet e saj kanë qenë që vendimarrja e saj totalisht është e çliruar nga shantazhi patriotik. Deri në pafundësi tha në shpjegimin e plotë që bëri, shkrimin e plotë atë gjykimit saj. Totalisht ka insistuar që nuk ka të bëjë me shantazhin patriotik, ndërsa ne kemi ditur të vërtetën politike të kësaj, mirë po hajde po e marrim kirçen interpretimin e tyre. Sot ajo që po presim është një argument profesional edhe për këtij subjekti legalist se ku janë anomalitë e gjykimit të fundit. Mirë po jo kështu
na bini që vota për tyre ka qenë e bazuar në këto argumente legaliste. Në këto argumente legaliste dhe jo e diktuar nga presionet momentale elektorale politike të lëvizjes vendosje. Nëse me gjas nuk do të kemi këto drama ka. Sepse situata është e paparashikueshme. Kritika nuk do të mungojë natyrisht. Unë nuk guxoj asnjëherë kështu në mënyrë absolute të them që do të shmongen këtu sepse pra po tham, ne filluam edhe dje duke diskutuar mirë, po për shkak të kohës nuk mund ta elaborojmë deri në fund. Janë disa presione që unë mendoj ato janë vendimtare të cilat do të ndikojnë edhe mënyrën se si pushteti e sheh sa ka sigurita menaxhoj jetën politike në vend. Këto kanë të bëjnë me detyrimet, më shumë me detyrimet ndërkombëtare të shtetit Kosovës. Nuk kanë të bëjnë me sfida që sot lëvizjes vetëvendosje i vjen nga frika se mund të ketë mobilizim politik nga partitë e dyta e treta, po që tashmë opozitorë. Në fund ato janë duke bërë thirrje për marrëveshje politike, jo për rezistencë. Është e qartë që nuk ka asnjë lloj ankthi, asnjë lloj frike aktualisht pushteti që apo ka interes ta bëj vendin të bllokuar apo ta çojë në zgjedhje të reja me qëllim që ta dërmojë edhe më shumë këtë opozitë që të ishte sundimtare absolut. Përkundrazi opozita është në një pozicion që po i lutet pushtetit, hajde të bëjmë marrëveshje politike që t'i krijojmë institucionet. Do të përjashtohet kjo. Mirë po, ajo që Qeverisi Kurti me kollajlak dhe absolut, po të mos ishin këto presione. I mungon base Kurti i opozitës vetë. Po të mos ishte ankthi fenomeni Trump. Po të mos ishte ankthi fenomeni Trump, unë jam i bindur që nesër pa asnjë dilemë do të krijoheshin institucionet. Arsyeja kryesore që mund të ketë dilema, që nuk di edhe se si do ta çfarë kalkulime ka, se si do të menaxhoj presionet e këtilla ndërkombëtare, kanë të bëjnë me fenomenin Trump. Jo me fenomenin me Trumpin si person, mirë po me atë që tashmë ka karakter imperativ edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket zbatimit të marrëveshjes së Po me zor si tha askush askush nuk po mirë. Po Brukselet e orët. Unë kam thënë disa herë kam thënë që jam i bindur duke njohur edhe mënyrën e operimit politik të Kurtit. Nuk është që Kurti është kundër zbatimit të këtyre detyrimeve, mirë pa atij duhet një fitore e plotë brendshme elektorale në këtë drejtim. Deri në atë kohë sa që tashmë kur fillon zbatimi si bashkësisë së komunave dhe gjitha atributet të justifikimit para opinionit publik që opinioni asnjëherë në jetën politike një opinion të brendshëm, po. Nuk ekziston në jetën politike kur nuk mund të krijohet një pajtim i plot, po të paktën që pajtimi të jetë masiv, që shoqëria qytetarët e Kosovës ta shohin zbatimin e këtyre detyrimeve jo më si rrezik për Kosovën, por si domosdoshmëri për ekzistencën e saj të plot sa i përket integritetit territorial, ku bashkësia e mëhershme e komunave do të ishte kërcënim për ndarjet të Kosovës, ndërka kjo e sotshmja është garancë për mbrojtjen e integritetit territorial. Zajednica dikush me kancer për Kosovën. Zajednica e dikush me. Zajednica e sotme? Shpëtim, po. Këtu në shoh do thotë, këtu i duhet edhe disa fitore taktike, disa fitore të brendshme në opinion dhe mos harroni zakonisht pas sfiduar nuk e sfidon askush. Po ka sfidime ndërkombëtare. Ka sfidime ndërkombëtare. Jo, ka sfidime ndërkombëtare. Nëse i lexoj me vëmendje. Nëse të kujtohet bashkarisht, para se fillonin lojrat në KQZ, për mos certifikimin apo certifikimin e listës serbe, diplomatë ndërkombëtar me theks të veçantë zyra e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po pa përjashtuar edhe tjerë, domethënë ambasada britaneze e tjerë, në mënyrë të vazhdueshme potenconin faktin dhe bënin thirrje që të shmangen truqet e tilla administrative. Pa filluar ende këto procedura. Dhe tash kam vërejtur një fenomen interesant. Ka disa ditë që një pas një diplomatë të ndryshëm duke filluar nga ambasada amerikane, angleze, po ashtu dhe zyrave tjera diplomatike duke bërë thirrje që integrimi i sistemit arsimor dhe aq shëndetësor duhet të bëhet vetëm nëpërmjet negociatave në Bruksel dhe jo në forma të tjera. Duket se ata kanë indikacione se do të mund të inskenohet ndonjë skenar në drejtim të fitimeve të matutjeshme të brendshme të Kurtit sa i përket shtrirjes së sovranitetit në vend. Jo vetëm që mund të ketë lojra. Mund të ketë lojra të tilla. Këtu në bazë të këtyre do po i marr këto si kriter jo absolut, por si lexim, si referencë. Si referencë për të konkluduar, për të
për konkludu që ekzistojnë lojra Ekzistojnë në prapasket, po, dhe që mund shtyjnë, mund vënojnë. Mund të vënojnë dhe që kjo duket që mund të përdoret nga Kurti në drejtim në drejtim të konsolidimit të perfeksionimit të narracionit të tij që më në fund u vendos plotësisht sovranitetin pjesë. Kurti e para ka një problem themelor tash sipas jush, të gjej përgjigjen adekuate në pyetjen. Pse Zajednica tash është shpëtim për Kosovën? Shpëtim për Kosovën. Kjo është dilema kryesore. Kjo është, nuk ka dilemë tjetër politike Albin Kurti. S'ka as me opozitë, nuk ka as me as me probleme të tjera konstruimi i institucioneve, po fillon nga nesër tutje në dritën e këtij shqetësimi. E këtij shqetësimi, të këtij ankthi edhe nëse nuk kalohet. Edhe nëse nuk kalohet. Ta gjej përgjigjen, ta formuloj përgjigjen pse Zajednica është shpëtim tash për Kosovën. Po, edhe nëse te kalohet kriza e nesërme. Që mund të te kalohet për shkak të nevojës për miratim të buxhetit të qeverisë. Kemi një krizë tjetër në tavolinë e cila na pret dhe mund të përdoret si justifikim, ta them me sinqeritet, mund të përdoret si justifikim kriza për temën e presidentit për këtë agjendë politike. Po të mos ishte kjo agjendë politike, po të mos ishin këto presione politike, jam i bindur që nesër krijohen institucionet, pas nesër do të zgjidhej, do të votojë edhe tema e presidentit, atë që do të ishte problem. Kjo mirë, po mund të përdoret mund kemi seancë nesër të dytë ose të tretë, ta zëm. Kuvendi konsiderohet i konstituar me gjithë trupat e tij, nëse gjithmonë, gjithnjë nuk kemi situata të paparashikueshme që metojnë lojrat politike të vitit kaluar, mbi polemikat heroike ndaj kush duhet të jetë serbi mirë, kush serbi keq e tjera. Po kështu ndodhi gjithë vitin e kaluar në këtë lloj telenovele heroike, ta them ashtu. Që në vërtet arsyeja e vërtet, po tham rit, arsyeja e vërtet edhe e asaj zvarritje të pafundme, beso që ka të bëjë me çtë temë të mëdha. Detyrimin e ka dhënë detyrimet që ka Kosova, që ka marrë Kosova në Bruxelles. I duhet. Po tash po them, zonja Osmani duket që është në sikletin më të madh, në sikletin figurativisht po them, në pritjen ose ankthin, se çdo ndodh më të. Po nuk u zgjodh presidenti deri me 4 mars. Vendi shkon në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme, atë kemi nesër mund kuvendi të ftoj dhe seancën tjetër, kryesia kuvendit përpiret që të jap votbesimin qeverisë, që paraqet Kurti me numër të shtuar të ministrive. Unë jam i bindur që mund ndodh kjo, mund që nesër të votohet edhe mas larg mas nesër mund të votohet edhe qeveria, sepse nuk ka asnjë pengesë numerike tashmë, më bë qartë edhe minoritetet jo serbe deklaruan që nuk e kurrëzojnë thujse asgjë në këtë drejtim sa i përket mazhorancës shqiptare. Mirë, po nëse është kalkulimi i kryeministrit Kurti që krijoi edhe të inskenoi krizat e reja politike me qëllim që të shmanget presioneve të asaj natyre që sapo përmenda, atëherë nuk do të kalojmë bash lehtë tema e presidentit. Atëherë Kurti mund ta përdorë këtë buxheti, marrëveshjet ndërkombëtare dhe buxheti i marrëveshjet ndërkombëtare, këto mund kryen një afat rekord me Bankën Botërore, këto mund kryen një afat rekord dhe kur të vim te tema e presidentit, nëse Kurti është i bindur që ka vështirësi ta menaxhojë situatën në drejtim të zbatimit të detyrimeve që ka marrë, sepse për diplomacinë perëndimore, për shtetet e perëndimit adresa është e qartë kush duhet t'i zbatojë. Po duhet lënaj punë tavolinë o Kosovës. Nuk mund t'ja kërkosh aleancës para ardhmërinë e Kosovës. Duket që po i ngoshtohen rrugët Kurtit. Nuk mund t'ja kërkosh aleancës para ardhmërinë e Kosovës zbatimin e këtyre detyrimeve. Apo nismës, e cila ka vështirësi dhe nuk e ka lëvë. Domthonë fituesi është i qartë, më i qartë se në zgjedhjet e nëntëshkurtit, barra dhe përgjegjësia bie mbi të që ti pri. Po zonja Osmani kur mund ta di se fati saj politik është në rrugë të mbarë. Nuk e di rrit. Ose është i pakrye. Ndëgjon edhe kur kemi bashkëbiseduar, po prap lidhen këto tema dhe tensionet e Kurtit me zonjën Osmani, nëse ato ekzistojnë, që shihen janë vesh kryesisht të kurzuara, edhe këto tensione kryesisht nga presione ndërkombëtare, nuk kanë bëjnë asgjë me zhvillimet e brendshme. Do thotë zonja Osmani ka qenë lojale plot sa i përket pushtetit Albin Kurtit në dinamikat e brendshme politike. Nuk kemi parë asnjë lloj rezistencë të saj, nuk kemi parë asnjë lloj ngulmimi të saj për të kundërshtuar apo të paktën për të ngrit zërin
në çështje që lidhen me zhvillimet e brendshme në fushveprimin dhe kompetencat e saj presidenciale. Kryesisht tensionet kanë lindur me çështjen e bashkisë komunave, do thotë kanë lindur herën e parë që filluar me atë se si po sillet politika e jashtme e shtetit dhe tash me fërkimet që kanë bëjnë që u krijuar një polemikë e madhe lidhur me bordin ndërkombëtar, me lidhje me bordin ndërkombëtar të paqes të iniciuar nga presidenti Trump, ku Zonja Osmani ishte njëra prej nënshkruesve themeltare të këtij entiteti. Në Venecia, tha publicisti Surroj. Dëgjoj, këto tash ne mund të hyjmë në interpretime të ndryshme cinike, ju e dini rredun kam qenë kritik edhe i sjelljes të zonjës Osmani, por në këtë drejtim, këtë pikë apo kupton, nuk e konsideroj humbje prezencën e kryetarës së shtetit të Kosovës. Ofër, nuk po flas për të si personalitet, mund t'i bëjnë 100 vrejtje, ka bërë 100 vrejtje me sulmet e saj ndaj gjykatës kushtetuese, me mosveprimin e saj për emërimin e kryeprokurorit të shtetit, i cili ka qenë kërkesë ekskluzive, në kuvendin e Kosovës. Gjitha ja kanë bërë këto kritika, do të mirë, por në rastin konkret absolutisht do të qëndrimi i saj afër presidenti Trump është qëndrim që është në interes të shtetit të Kosovës. Politike nuk ka kaluar ende thu. Dëgjoj, është qëndrim është qëndrim në interes të shtetit të Kosovës, pavarësisht interpretimeve cinike juridike që mund bëhen, sepse ndëgjoj, ne duhet jemi të sinqert, ne duhet jemi. Jemi shoqëri liberale ka sa. Unë kam dëgjuar edhe kritiket edhe argumentet se është konform normave ndërkombëtare apo s'është normave ndërkombëtare kjo iniciativë politike. Nisem duhet ta themi pa ekuivoke. Nëse dëshirojmë të shesim dokra, iluzione, të jetojmë në ëndra. Edhe normat ndërkombëtare, edhe drejtat ndërkombëtare janë kategori abstrakte nëse mungon infrastruktura e fuqisë politike dhe diplomatike që e mirëmbajnë. Po të interpretosh ja më ka sulmuar. Ndëgjoret, Putini nuk e ka sulmuar, Putini nuk është që nuk e sulmon vendet anëtare të NATO-s, pse ka respekt për normat ndërkombëtare. Por sepse nuk është ende i sigurt se si do të sillen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a edhe Kina nuk është që nuk e ka ndërmarrë iniciativë për integrimin e ishullit të Tajvanit, pse ka respekt për normat ndërkombëtare. Por ende ka dilema strategjike se si do të sillen Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me këto ambicie revizioniste gjeopolitike. Kështu që në çat moment kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë garantues të kësaj infrastrukture, ne do ta shohim çka do të ndodhë. Në këtë drejtim do thotë është për vende si Kosova është fat i madh historik që drejtuesit e saj të jenë afër presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çdo diskutim tjetër nuk është në interes të. Është cinik thu. Është cinik edhe ajo që bëri Surroj. Po ndëgjoj ato prapë ose legalistët, interpretuesit e zakoneve të normave. Po edhe kam dëgjuar edhe argumentet për intervenimin në Venezuela e tjera. Për mua ajo që është me interes është kush përfiton dhe kush humb nga ky intervenim. Unë thash, zhvillimet e fundit po tregojnë që vendet armiqësore të shtetit të Kosovës ju cënohet supremacia, ju cënohet ndikimi global nga ai intervenim. Kjo është e rëndësishme. Avancimi gjithnjë më i madh Po mbase mund ta kenë edhe nga ai nati. Tash nuk dëshiroj të mirë me motive. Në habitatin kulturor i nati është një kategori prezente shumë. Pajtohem plotësisht. Ka rësu edhe shikimin me vizion të shumë proceseve. Sepse në fundin nëse dëshirojmë të jemi strikt sa i përket normave e drejtës OKB-s e tjera, unë dëgjova kësi argumente atë. Mos të hyjmë tash në gjenealogji sepse do ta dalin telashe. Po rrit sepse historia ka vërtetuar, domethënë është e verifikuar historikisht, mund të hyjmë prej antikës. Roma kur ka kollapsuar, ajo infrastrukturë që me dobësimin e Romës ka ra edhe infrastruktura civile legale të cilën e ka mirëmbajtur. Edhe sot këto që ne referohemi si e drejtë ndërkombëtare gjitha, këto kanë vlerë sepse shambën për një herë. Dëgjoj, këto kanë pasur vlerë shndruar në referencë sepse fuqia që i ka mirëmbajtur këtu në këtë moment historik ka qenë një vend demokratik. I cili ka dalë si vend fitimtar i luftës së dytë, i pas luftës së dytë botërore dhe do duhet të kishte zëra që mund të kenë arsye objektivisht në historikun tonë. Edhe lidhja e komeve, pse është lidhja e komeve? Për shkak të tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po mbase kanë hallin paranin ndërkombëtar thu. Ndëgjoj ata mund ta kenë në këmbë të fortë paranin ndërkombëtar. Ata mund ta kenë mirë, por prapë tham sa i përket kësaj nuk kam asnjë vërejtje kritike prezencës së zonës Osmani në bordin e paqes, edhe sa i përket edhe kontributit nëse kërkohet nga
FSK-ja në Gaza. Mendon Edhe të nëse jetë shkurt kërkohet- është takimi. Dhe nëse kërkohet me kontributi saj përket krijimit të një force ndërkombëtare për menaxhimin e situatës në Gaza, Është reputacion për është Kosovën. reputacion. Kosova Është duhet të jetë imazh, krah atyre vendeve, Kosova duhet të jetë krah atyre vendeve, të thotë që miren me garantimin dhe menaxhimin e paqes botërore, ashtu siç FSK-ja është treguar shumë efikase në trajnimin e trupave për asa ka pas Ukrainase. Ukrainase, Po, në edhe trajnimin trupat e vendeve tjera. Nuk ka pas moment më emocional për mua kur e kam parë një histori të BBC-s se si trupat e FSK-s po i trajnonin trupat ukrainase për deminime, për kontrollim Po, të hapësirave të E rrezikshme. kanë bërë dhe është një Kështu që nuk ka pas do të lajm më drejtërues se sa kjo kur është ushtria e Kosovës së bashku me një ushtri e cila po bën përpjekje maksimale për të frenuar imperializmin rus në përpjekje me komunitetin ndërkombëtar dhe me ushtrit vendet anëtare duke qenë kontributore e paqes kundër vendeve. Shumë e rëndësishme shtetërore, sidomos për Kosovën. Kështu që edhe në Gaza nuk po them se ne mund ta bëjmë mrekullinë, sepse ne duhet jemi real, sa kemi kapacitetet, sa kemi mundësitë, sa kemi hapur shihet që aleatët tonë, SHBA, Britania e Madhe, sidomos SHBA dhe Britania e Madhe janë kontributorë të mëdhenj të idesë së cimentuar që Kosova është shtet, nuk ka rrëfim tjetër për të. Ka rrëfim, është projekt Kosova është ndihmuar kontributore e ndërtimit të paqes në botë, bashkë me FSK. Jo vetëm të paqes në rajon. Jo vetëm paqes në rajon. Kjo është më e rëndësishme. Jo në rajon. Jo në rajon. Tashmë jo vetëm të paqes në rajon, jo vetëm që është shteti i Kosovës që është shndruar në burim të paqes rajonale, por tashmë mekanizmat e tij gradualisht po integrohen në garantimin e paqes edhe në zona të tjera të globit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe kam thënë edhe në krahasim për shembull me këtë nuk dua ta justifikoj, ta qartësoj pozicionin, nuk dua ta justifikoj, mirë po rrit Evropa e Lirë me sa diun e patmediumi Evropa e Lirë. Sot Kosova aktualisht nuk ka asnjë kompani lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë Serbia i ka 4-5 të tilla. Ndërkohë Serbia i ka 4-5 të tilla. Çka po ndodh? Përsëri presidentja e Kosovës është rënë parë me presidentin Trump. I kemi parë përpjekjet e presidentit Vučić për një fotografi qasti me Trumpin si kanë dështuar, që megjithatë nuk ka rehabilitim. Në mënyrë metaforike kam bërë një shkrim para disa ditësh se ajo që s'mund të blihet me parë nuk mund blihet edhe me më shumë parë në administratën Trump, që nuk ka rehabilitim. Vučić kishte shpresuar, që është e vërtetë. Ekzistonte një kalkulim që me Trumpin do ta kenë shumë më lehtë, mjafton që të krijohet çështje për investimin në Serbi për anëtarët e familjes së tij dhe çdo gjë do shkojë për mrekullinë, në njërin anë do të mbajnë lidhje të strategjike me Rusinë, në anën tjetër do të kenë çështje të pakufizuar në administratën e re amerikane. Dhe çka ndodhi? Goditjen më të madhe diplomatike Serbia e ka marrë me administratën Trump. Presionin më të madh, do të thotë për shkputje totale dhe divorcim total strategjik me Rusinë ka në administratën Trump. Shkoi u sill Vučići edhe në Davos u sill edhe në për afër villës së Trumpit, mirë po s'mundi asnjë fotografi qasti ta bëjnë. Ndërkohë shtrëngim duash ndërmjet presidentës Osmani dhe fundi ka zë s'ka është më rëndësi për Kosovën. Ideja dhe në njëjtën kohë ajo që është deklaruar në Senatin Në Amerikan. rrëfimi ku ka investuar SHBA, kudo që ka investuar, atë rrëfim SHBA e mbrojtë. Pavarësisht tensioneve që ekzistojnë ndërmjet qeverisë së Kosovës, e që kjo unë nuk po justifikoj, kjo është flet për një gabim shumë fatal të institucioneve të qeverisë së Kosovës që nuk e ka shfryzuar në maksimalisht këtë rrethon ideale që është krijuar. Paramendo sikur të ishte shfryzuar kjo rrethon. Ne pa bërë asnjë investim për ta mirëmbajtur narracionin tonë, si po vazhdojmë të trajtohemi si vendi më besnik e aseti më i rëndësishëm strategjik. Po edhe në komisionin për punë jashtë në Senatin Amerikan, do të në Senatin Amerikan. Pa bërë investime e paramendo sikur të kishim bërë investime të këtilla për ta mirëmbajtur me çdo kusht këtë partneritet. Si do të shkonte, si do të avanconte edhe me tutje, do të dinamizojë edhe me tutje fati ndërkombëtar i Kosovës. Stuhia politike nuk ka kaluar të muj, nuk është rruga e qartë politike, se çdo ndodh. Do të kemi zgjedhje apo nuk do të kemi zgjedhje. Nga nesër e tutje mbase do të qartësohet nga momenti në moment më shumë, se do të bëjë përsëri Kosova zgjedhje të jashtëzakonshme apo do të kemi gjithë kuadrin institucional të konstituar, të zgjedhur edhe presidentin e vendit. Do të sqarohet nga dita në ditë, besoj. Deri sot fituesi i zgjedhjeve nuk ka dhënë asnjë shenjë. Do të pas deklarimin verbal, ne nuk kemi parë, ndoshta në prapasken ka ndodhur.
Mirë po ne nuk kemi parë as iniciativë publike, sepse siç e kemi thënë disa herë, Po. tema që mund ta çojë vendin e zgjedhjes së është tema e presidentit. Do të ka deklaruar që do të bashkëbisedoj me partitë opozitare, mirë po s'kemi parë as iniciativë politike publike në drejtim të realizimit të këtij qëllimi. Balso është taktizimi i tij që ta ushqejë Kështu që gjithë deri vendin këto- publike, deri që këto të merret- momente, që deri të këto merren momente- mediat me të. Dëgjoj, deri në këto momente sinjalet janë që nuk ka interes për zgjedhjen e re të presidentit. Deri në këto momente. Çka ndodh pas konstituimit të kuvendit dhe votimit të qeverisë mbetet të shihet, mirë po sepse kur mungojnë takimet do nuk mund t'i lexojnë ndryshe veprimet politike. Analizën e bëjmë mbi sjelljet publike të aktorëve Natyrisht. politikë. Kur mungojnë takimet, do të mungojnë Nga iniciativa. tutje do të dihet më Më shumë, nga momenti në moment, Dhe do dihet në më të shumë. njëjtën kohë, po ashtu edhe presidenti Osmani nuk është që i ka dhënë shpresa që është në favor të saj, duke që borën për ta siguru përkrahjen në parlament do t'ja lënë personalisht asaj, mbase do ta gjejë një taktikë që ai nuk është kundër, mirë po që është detyrë e saj që ta sigurojmë numrin e nevojshëm të deputetëve. Nëse mund ta bëjë një gjë të tillë, atëherë është i gatshëm që ta mbështesë, që është një lojë politike për të mos e mbështetur. Mirë, po mbetet të shihet, a do të vazhdoj kjo qasja apo do të ndrojë. Të falenderoj Gasolli për kohën. Ishte kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.